Një atmosferë ndryshe i pret fëmijët e kryeqytetit në teatrin eksperimental Kujtim Spahivogli, ku është vënë në skenë premiera më e re Fundjava Magjike. Shfaqja vjen në regjinë e Kleart Gërmenjit, duke sjellë një udhëtim plot fantazi, humor dhe emocione, që i fton fëmijët të besojnë tek forca e imagjinatës dhe roli i familjes. Unë desha të ndalesha vetëm tek familja, për të arsye nuk është se kam zhvilluar shumë backgroundin e personazheve të tjerë, por kam rënë fokusin vetëm te fëmijët. Sepse dua që në një lloj forme edhe ata prindër që janë duke ardhur për ta parë shfaqjen bashkë me fëmijët, duan të kuptojnë që të gjithë ne kemi një dorë në atë suksesin e fëmijëve. Rolin kryesor e mban aktoreja Fabiana Proj, e cila me energjinë dhe lojën e saj arrin të mbajë të veçlit, të përfshirë nga fillimi deri në fund. Vajza Amelia, cilin unë luaj, personazhi cilin unë luaj, është një vajzë, le të themi, cilën fokusin e saj ka vendosur tek lajket, tek pëlqimet e shoqeve të saj dhe gjatë shfaqjes ajo kupton se në të vërtetë janë lojrat apo familja apo misia me shokët, cilën e bën atë të gjejë zemrën, të gjejë lumturinë. Me një skenografi ngjyrash të gjalla dhe muzikë ritmike që i jep jetë botës së krijuar në skenë, Fundjava Magjike nuk është thjesht një shfaqje argëtuese, por një rrëfim mbi të gjitha me një mesazh edukues. Kjo shfaqje vjen kaq natyrshëm dhe shumë e kuptueshme për gjithë fëmijët. Kjo reflektohet kur ata bien në qetësi për të dëgjuar tekstin. Qënë se interaksioni është shumë thelbësor për shfaqjet me fëmijë, me sa kemi kuptuar edhe me sa mendojmë se ja kemi arritur, për t'i bërë ata që vëmendja e tyre të jetë gjatë gjithë kohës tek ne, që krahas tekstit dhe krahas gjithë kërcimeve, entuziazmit, ngjyrave të shumë llojshme që ne kemi, ata të mundin të kuptojnë mesazhet që ka kjo vepër. Pas shfaqjes, emocionet më të forta i përjetojnë vogëlushët që bëhen pjesë e saj. Shfaqja shumë e bukur sepse aty union tre miq të ri dhe u njohën me dashuri dhe bën shumë lojra. Dashuria është gjëja më e bukur në botë sepse ajo të sjell gjithë forcat. Ky prodhim i teatrit eksperimental do të vijojë të shfaqet edhe në fundjavët në vijim, duke u shndërruar në një takim të veçantë mes vogëlushëve dhe teatrit.